Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, sot kemi bajram, kemi fest dhe të gjithë jemi të lumtur e të gëzuar. Zoti na gëzoft si në këtë botë edhe në botën tjetër inshallah. Por siç dihet, feja jonë e bukur na mëson që edhe kur kemi gëzim, ta nisim atë me falënderim, me mirënjohje dhe me adhurim kundrejt atij që na mundsoi jetën për të festuar. Prandaj dhe jemi sot këtu në këtë orë të herët të mëngjesit për t'ju falur atij që na krijoi. Madhështia e kësaj dite vjen dhe si respekt i babait të profetit Ibrahim dhe djalit të tij Ismailit. Zoti e sprovoi atë me më të shtretin e tij, me të birin. I kërkoi ta bëjë kurban djalin e tij të vetëm. Si përfundim, me fuqinë që buronte nga besimi i tyre, ata e kaluan me sukses këtë sprovë. Bindja dhe nënshtrimi i tyre ndaj vullnetit dhe urdhrit hyjnor ishte aq i rëndësishëm për Allahun, saqë vendosi t'ia kujtojë njerëzimit këtë ditë në çdo vit për Kurban Bajram, në mënyrë që njeriu t'i kujtojë vetes së tij se afrimi tek Zoti arrihet vetëm duke i bindur dhe nënshtruar urdhrave të atij që e krijoi nga asgjëja. Allahu i madhëruar në këtë mënyrë të përzgjedhurin e tij Ibrahimin e përshkruan në Kur'an. Vërtet kjo ishte një sprovë e qartë. Ne e shpaguam atë me një të therrur kurban të rëndësishëm dhe ndaj tij ne lam për kujtim ndër popujt e ardhshëm. Selam pas Ibrahimit. Simbolika e kësaj dite është dhe prerja e kurbanit për hir të Allahut. Kjo është një formë e lartë adhurimi e cila i është kërkuar njerëzimit ndër breza, që nga fillimi i ekzistencës së tij. Kjo nuk është thjesht një akt simbolik, por një shprehje e bindjes së përulësisë dhe devotshmërisë ndaj krijuesit. Në lidhje me këtë, Allahu i madhëruar thotë: "Ne i caktuam çdo populli një ritual, që ata të përmendin emrin e Allahut gjatë flijimit të kafshëve." Po ashtu i dërguar i tij, profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, thotë: "Preni kurban, sepse prerja e kurbanit është shembulli i gjyshit tuaj Ibrahimit." Është e vërtetë e pakontestueshme se Allahu nuk ka nevojë për adhurimin tonë, as për mishin dhe as për gjakun e kurbanit. Ai është i vetëmjaftueshëm dhe i plotfuqishëm. Por ne, në dobësinë tonë, kemi nevojë për mëshirën e tij. Ndaj akti i flijimit është për të pastruar veten tonë nga egoizmi, për të forcuar lidhjen tonë me krijuesin dhe për të dëshmuar gatishmërinë tonë të sakrifikojmë nga ajo që duam në mënyrë që të fitojmë kënaqësinë e Allahut. Prandaj le të përpiqemi me gjithë zemër që në këto ditë bekuara të Bajramit ta kryejmë këtë adhurim madhështor. Le të presim kurban me sinqeritet dhe përkushtim, sepse profeti alayhis salam na ka mësuar: nuk ka vepër më të dashur për Allahun ditën e Kurban Bajramit se sa therrja për hatër të tij. Vëllezër dhe motra nderuara, në kohën që po jetojmë, ndikimi i modernizmit dhe sfidat që ai sjell janë të pashmangshme. Një ndër fenomenet më shqetësuese është ai i materializmit radikal, i cili ka përfshirë pothuajse çdo sferë të jetës. Kjo është një krizë globale që ndikon thellësisht në mendjen, zemrën dhe strukturat shoqërore të njerëzimit. Në këtë epokë globalizimi, sfidat nuk njohin kufi. Ato përhapen me shpejtësi dhe ndihen në çdo cep të globit. Fatkeqësisht, ndër institucionet më të goditura nga kjo valë është familja, shtylla e shoqërisë, baza ku ndërtohen vlerat e brezave. Ne si besimtarë e konsiderojmë familjen si një institucion të shenjtë, të frymëzuar nga vetë Zoti. Këtë e dëshmon dhe fjala e Allahut në Kur'anin famlar, ku ai thotë: "O njerëz, kini frikë Zotin tuaj, i cili ju krijoi prej një shpirti të vetëm, e prej tij krijoi bashkëshorten e tij, e prej të dyve përhapi shumë burra e gra, dhe kini frikë Allahun në emër të të cilit i kërkoni të drejtat e njëri tjetrit dhe ruani lidhjet farefisnore. Vërtet Allahu është mbikëqyrës mbi ju." Në ditët e sotme, sikurse në shumë aspekte të jetës,
Në institucionin e familjes po vërehet një largim nga vetvetja, një zbehje nga vlerat e natyrshme njerëzore. Por pavarësisht goditjeve të forta të kësaj epoke, ne kemi për detyrë të mbrojmë familjen nga ata që duan ta shkatërrojnë këtë dhunti hyjnore që Zoti ka vendosur në natyrën njerëzore. Familja është një institucion i lashtë, por kursesi i vjetruar. Përkundrazi, ajo është më e nevojshme se kur. Të dashur besimtarë, në një botë të trazuar nga konflikte, përçarje nga tresa, miliona zemra janë drejtuar ka vendet e shenjta për të përmbushur një prej obligimeve më të mëdha, haxhin. Lutemi që Allahu t'ju apranojë adhurimin, lutjet dhe sakrificat të gjithë haxhilerëve. Zoti i Madhërisëm e ka bërë këtë ditë gëzimi për të gjithë besimtarët. Dhe dihet që kur gëzimi ndahet me të tjerët, ai shumëfishohet, ndërsa dhimbja kur ndahet paksohet. Nga ana tjetër profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, na ka mësuar se lutja më e pranuar tek Zoti është lutja që bëhet për të tjerët. Prandaj në këto ditë të begata, le të jetë lutja jonë, solidariteti më i pakët që mund të bëjmë për njerëzit në vështirësi dhe në vende trazirash, veçanërisht për popullin e Gazës. Të lutemi për njëri tjetrin, për shoqërinë dhe për paqe mes nesh. Të lutemi për familjet tona, që ato të qëndrojnë të forta dhe të bashkuara. Të lutemi për fëmijët tanë, që të rriten me vlera morale e shpirtërore. Të lutemi për të rinjt shqiptarë, që të mos ndjehen të detyruar të braktisin vendin për një të ardhme më të mirë, por të qëndrojnë, të kontribuojnë dhe së bashku të ndërtojnë një të ardhme të ndritur këtu, në vendin tonë. Allahu i madhëruar na forcoft në rrugën e tij të drejtë dhe na bekoft me besim, durim dhe unitet. Paqja, mëshira, dashuria dhe harmonia qoftë mbi ju dhe mbi çdo familje besimtare në këtë ditë të bekuar, gëzuar të gjithë.